Shkëlqësi ambasadore Suart, Zoti Romanovic, përshëndetje të gjithëve kursit të 36 të delegacionit të ardhur nga Franca në Shqipëri. Unë kam përfunduar të njëjtin kurs që juve sot jeni këtu në Gjermani në vitin 2006 dhe 2008, por fatkeqësisht nuk arrita të binda kolegët e mi gjerman të zgjidhnin në Shqipërinë për të ardhur në vizitën e modulit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe kushdo qoftë ai që e pati iniciativën që ju të zgjidhni në Shqipërinë prej 80 vetësh personash, unë e inkurajoj dhe ka bërë vendimin e duhur. Ju jam shumë falënderues që keni zgjedhur vendin tim me një delegacion që përfaqësohet prej 80 vetësh. Ju në këto ditët që do të kalojnë, do të keni mundësi të dëgjoni 3 fjalë shumë shpesh. Antarësimi, negociatat dhe Bashkimi Evropian. Tani e duam aq shumë Europën dhe duam të jemi atje, pikërisht atje ku i përkasim. Dhe ju do t'i dëgjoni këto fjalë aq shumë sa që vetë do të mendoni pse nuk jeni ju në Europë, ndërkohë që ju 1 në 3 fjalë përdorni Europën, Bashkimin Evropian dhe negociatat. Ajo që unë ju lutem të merrni me vete në këtë vizitë është eksperienca juaj unike që do të bëni në Shqipëri. Në këtë javë të përfitoni sa më shumë informacion, po duke mos mbajtur shumë shënime, të takoni sa më shumë njerëz. Dhe unë mendoj që do të bëni një eksperiencë unike dhe ju do të jeni ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në këtë vizitë, duke përcjell mesazhet më pozitive për vendin tonë, ku ne po bëjmë përpjekje jashtëzakonisht të mahnitshme për sa i përket dëshirës, plotësimit të këtyre kushteve për të bërë pjesë e antarësimit evropian. Një nga dëshmitë më të mëdha jam dhe unë vetë, ku më përpara do të ishte pa imagjinueshme që një oficer policie të bëjë ministër i brendshëm, të ishte pjesë e politikës dhe kabinetit qeveritar. Unë vi nga radhët si ju, kam qenë administrator publik, pra kam shërbyer në karrierën time profesionale për të pasur një shtet të fortë, për të pasur rregull, ligj, integritet në institucionet tona dhe në përfaqësimin e shtetit. Dhe mu dha kjo mundësi pa qenë pjesë e politikës, pa pasur kredenciale politike, për të bërë ministër i brendshëm vetëm se unë kisha një karrierë të mirë në administratën shtetërore. Edhe kjo është pjesë e përpjekjeve tona, ku çdo ditë, çdo herë ne mirëpresim me qindra, me dhjetra të rinj që mbarojnë shkollat jashtë shtetit, brenda shtetit, për t'i bërë pjesë ata të shtetit tonë për të përfaqësuar drejtësisht në arenën ndërkombëtare. Kemi pasur zhvillime shumë pozitive në e fundit. Vitin që kaloi e mbyllëm pra aktivitetin e turizmit me 12 milion turistë. Dhe unë jam shumë krenar për të thënë këtë gjë, që vendi jonë është një vend shumë i sigurt. Dhe nga 12 milion turistë ne patëm 0 rekorde me raportimet për sa i përket kriminalitetit që lidhet drejt për drejt me turizmin. Pra asnjë ngjarje kriminale me turistë huaj. Unë kam qenë edhe në Frankfurt, edhe në Berlin, edhe në Lyon, edhe kudo, edhe në vende të tjera të Europës. Jemi pothuajse të barabartë, jemi edhe ne shumë të sigurt në vendin tonë. Biles ndonjëherë dhe më të sigurt. Në Berlin ka lagje ku policia hyn me vështirësi. Neve e kontrollojmë territorin 100%. Pra, në këtë vizitë ju do të shikoni me pozitivitet gjithçka që lidhet me Shqipërinë. Kemi një vend të bukur, kemi shumë diell,
I mirëpresim miqtë tanë. Ambasadorja e tha dhe unë e falenderoj shumë për jo për pjesën që bën ambasadoren, por edhe që bën ambasadoren e shqiptarëve për te kufirit të shqiptar, duke folur me pozitivitet për vendin tonë, për ngjyrat tona dhe për simbolet tona. Ne jemi në një proces transformimi. Ky është basti jon i historisë. Ne duam të kapim të tren, dhe ky është treni jon i fundit. Unë shpresoj shumë që ju të kaloni ditë shumë të mira duke vizituar institucionet shqiptare. Do të njihni shumë nga afër arritjet dhe ambicjet tona që lidhen me Shqipërinë. Do të shihni një vend shumë serioz, me institucione që reformohen çdo ditë e më shumë, dhe me vizione të qarta për një Shqipëri europiane. Duke ju falenderuar shumë për vëmendje, ju uroj qëndrim të këndshëm, një javë shumë të suksesshme, merrni sa më shumë dije dhe informacion për Shqipërinë dhe përcjellni sa më shumë mesazhe pozitive, mesazhe objektive dhe reale për vendin tonë. Unë jam shumë i sigurt që pas kësaj vizite, shumë nga ju do të rikthehen për të pushuar në brigjet tona. Faleminderit.